Përshëndetje për juve që jeni qutë zgjuar. Është një paraqitje shkurt në lidhje me ngjarjet në Serbi. Zakonisht, ju e dini, unë kur paraqitem me honë, me fazat honës, dhe ma shumë jap lajme se çka ka me ndodhë. Kjo çka të ndodhë në Serbi është vazhdimsi e asaj që ka qenë në janar. Tani është fundi i regjimit të Vučićit. Tani, vetëm një pyetje është kështu, kush po i motivon, kush po i nxit studentët me protestu në Serbi? Kush? Çka të ndodhë vërtet në Serbi? Një gjë du me thonë me numra të gematrisë. Do po tham ju mi morë këto si të sakta, po nëse e shkru në gematri. Serbia, S-E-R-B-I-A, Serbia. I merë numrin 54, numrin 27, more men numrin 27, se numrin 27 të emri Serbia lidhet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. 108 që e merr 45, 45 dhe në Kaldian, që është shumë e rëndësishëm Kaldiani, e merr numrin 14. Janë të Serbisë. Adim se po qeshi se me 14 hona ka qenë e plotë. Dhe unë e fola pak për shërbesën që duhet me kuptu se ibadet, fjala ibadet o shërbes, dhe ibadeti nuk lidhet me agjerim, nuk lidhet me të falme, me namaz që e quajnë disa, me salat. Ibadeti nuk lidhet as me hax, ibadeti është thjesht shërbes, me shërby. Tani janë dy gjëra, ose e shërben Zotin e vërtet, ose e shërben shejtonin. Nuk ka shumë punë këto, dy gjëra janë. Ose e shërben Zotin e vërtet, ose e shërben shejtonin. Dhe, unë e lajmin e dhash se nëse përkujdesemi për prindrit, është shërbesa e dytë mas shërbesës parë. Shërbesa e parë është mos me marrë ndërmjetësa. Mos me shti ndërmjetësa në raportet tonë me Zotin ku besojmë. Zoti është një, mos mi bosh shoq ati, dhe miniherë është përkujdesi ndaj prindërve. Është urdhesa e dytë e Kuranit. Dhe unë jam ai që ju kun fol për frekuencat e imamit shqiptarve. Janë frekuenca 74 në pasqyrë 27-47. Te numri 74 është numri 19 i asaj që quhet Rum 30. Në janë kode janë. Si që dini, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njihet me emrin Trump. Nëse e shkruni Trump, në gematri e merrni numrin 88, e merrni numrin 25, dhe çka është më me rëndësi, me kuptu ju, e merrni numrin 47, 27. Dhe merrni numrin 29 dhe 24 të emri Trump. Ku të desht me shku Trumpi? Çka do të Trumpi? Kush
do me largu Vučićin prej kush do me largu Vučićin prej Serbijës dhe regjimin e tij. Vučići ka alat, tash e ka alat Trumpin, e ka alat djalin e Trumpit, atë Trump Junior, që si ka 2 lidhje me Trump. Ka alat Vučići shumicën e shteteve të gjirit persik. E ka alat shumë të besueshëm Vučići edhe presidentin e Turqisë, Erdoganin. Tani pyetja është kush do me hek Vučićin prej qeverisë dhe prej timonit të Serbisë. Shumica mendojnë, sidomos në Serbi, shumica, sa të jetojnë me rrana dhe me mashtrime dhe besojnë rrana dhe në mashtrime, shumica, se knasia një intelektuali sërb është kur e shet rranën, si të vërtet. Shumica mendojnë, thojnë se Rusia është duke bo këtë organizim për me rëzu Vučićin, nuk është e vërtet. Rusia nuk ka lek për ta menaxhu luftën në Ukrainë. Psola e mrova kaq vonë. O shumë i rëndësishëm numri 88 të Trumpi që del, se në rënditje është prej presidentave të Amerikës është me numër 27, unë këmë thonë se pas Amerikës nuk ka Amerikë. End of story, prishat loja krejt, qyshe kemi njofë deri më sot. Çka mund ndodhë nuk e di. Mirë po kjo 27 që në pasqyrë kër lexohet 74, Faraoni përmenet 74 herë në Kuran. Dhe çka është shumë e rëndësishme me ditë jo, që numri 88 na për shumë paraqitit mija, sidomos këtu në e kum lidh me një politikan që sot është kryetari i kuvendit Maqedonisë, kur të baj pyetje atë ka arrit ty rrëfimi për ghashie. Pra një sure në Kuran e ka emrin ghashie, jo ki gashi. Ki gashi i Mickovskit. Atë ka arrit ty rrëfimi për ghashie. Dhe të Trumpi mos siç po e dini, numri 29 ka të bëj me rrjetin e internetit, me rrjetet sociale dhe gjitha. 24 shi ka të bëj me dritën, dhe 24 shi lexohet edhe 42 është mu këshillu, me kënd po këshillohet Trumpi. A është Trumpi i mirë për shqiptar? Asnjë president i Amerikës nuk mundet me qenë as i mirë as i keq se ndjekat politikën çka i diktohet prej generalëve të ushtrisë. Tani kemi me bo pyetje, është mirë me ra Vučići në Serbi? Është mirë Serbia me shku në kolaps? Mirë po do të me bo edhe një pyetje tjetër, çka pas saj? Në anën e majt, shqiptarët e kanë Serbien. Në anën e majt, shqiptarët e kanë Serbien. Në anën e majt, shqiptarët e kanë Serbien dhe çdo herë rreziku shqiptarëve ju vjen, rreziku fizik ju vjen nga ona e majt. A janë pregadit shqiptarët, institucionet shqiptare në këtë rast, a janë në nivelin e duhur detyrës me qenë unik për t'i përballu ndonjë sfide që mund krijohet si krizë momentale, mu barth konflikti i Beogradit me ardh afër kufive të Kosovës. Çdo gjë është e mundshme. Por me mbet hajnat që e vjedhin shtëpinë e vet, në këtë rast edhe Vučići e ka vjedh shtëpinë e vet, pushtet ato nuk zgjedhin mënyrë dhe metodë për të destabilizu vende tjera për të shpëtu vetveten. Por është edhe një pyetje tjetër, a mund Vučići të kërkoj azil politik në Tiranë te kryeministri
i Shqipnisë. Nëse do të me ikë Vučići prej Beogradit, normal do të me ikë me ardhë në Tiranë. Dhe Tirana do të me dhonë azil politik Vučićit. Dhe këto është një shtet që fshihet pas gjithë këtyne lojnave, emrin e ka Hungari dhe Viktor Urban. Kjo që ka të ndodhë tani, Sërbi është loje Urbanit, Viktor Urban. Po do ta ketë vështirë. Shërbimet hungareze kanë zonë pa pregadit Sërbijën, por e kanë zonë pa pregadit edhe Turqijën, se dhe Turqia dhe shërbimet turke janë shumë prezent në Sërbi. Çka nëse ikë Vučić? Ajo është dasht me ikë në janar. Çfarë lidhje ka ky proces në Sërbi me Kosovën dhe kriministrin aktual? Unë, si shqiptar, çka dona me mendu, çka dona me sugjeru të shqiptarët në këtë situatë? Une, si imam i shqiptarëve dhe që më ka pranu lëvizja bota shqiptare dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve, është thirrja për unitet. Thirrja më e madhe për unitet është lëni kisha e xhamia, feja e shqiptarit është shqiptaria. Se feja na ke çpërdor edhe perëndimi, edhe lindja, edhe ona e majt, edhe ona e djath. Kurse shqiptaria është natyrshmëria që neve Zoti ka më na ndihmu dhe uniteti. Uniteti mes shqiptarëve, bashkimi. Milan anash disa ndasi, nëse flet shqip manifeston shqiptarin, atëhere duhesh bashkëpunojsh me të gjitha grupet që janë për ta rujt dhe për ta bashku çdo shqiptar, që mos me leju me dal pjell e keqe, si Halil Matoshi me thonë se janë dy vende. Është vetëm një vend, ai vend quhet Iliri, Dardani, Shqipni. Nuk janë dy vende, është një vend, është një gjumë, është një kombë, është një fe. Është feja e shqiptarëve që e kanë promovuar rilindasit tanë shqiptarë dhe kanë qenë të eliminuar dhe kanë qenë në rrugë të Zotit dhe ne jemi vazhdimësia asoj rrugë. Që mu pregadit, nëse ndodhë diçka e papritur, ju thoni veri. Nëse vjen nga veri, unë tham nga ona e majtë. Nga ona e majtë. Por, edhe këto, me iftore, gostivar këto të islamska zajednicës të kompit musliman, të Macedonijës, do të më konë shumë të kujdesshëm, se Macedonia është një pikë neuralgjike që Vučići e ka si kartë fundit me destabilizu tërë, jo vetëm Ballkanin, po tërë rajonin dhe Evropën. Do me thonë tërë Ballkani, Evropa dhe rajoni destabilizohet nëse ndodh diçka në Macedoni. E keni çorë dhe jo. Se këto iftaret kanë mjë dodë masani për goje kanë mjë dodë prap, që i keni bon, jo të kombit musliman, që ja vjedh një djersën e besimtarve shqiptar, duke i mashtru dhe duke i rrajt, sidomos ju komunave, kryetarët komunave, që merrni vot me ndërtu shtet, dhe ju bëheni vegla të shorre, bëheni zvaranik të diçkahit që ja humbë shpresat se cilit qytetar shqiptar këtu në Macedoni. Pra, është e mundshme, nëse do me shpëtu Vučići, kartën më të forte ka me destabilizu Macedoninë. E keni të shorta ju. Pa do të ndodhë kjo. Nuk varet as prej Vučićit, varet ketë prej shërbimeve sekrete të hungarezve dhe
për fat mirë ki kriministri jon i ka punë të mirë me Orbanin. E keni qartë ajo. I ka punë të mirë Orbanin, po nëse e merr vesh Vučići që ke ka tradhtu, gjithçka është e mundshme. Kështu që kur jemi te numrat, Albin Kurtit, moti ju këmë thonë se numri i parë të Albin Kurti, nëse e shkun del numri 117, e keni numrin 45-54, këtë numër e ki të Serbia, 45-54, dhe e ki numrin 27, vetëm që të Albin Kurti e ki numrin 72, dhe numri 27 lidhet mani, me pare, me lek. Pra, nga zemra, si shqiptar, ju baj një thirrje, këtë rast, këtë thirrje e drejtoj të ajtë që e ka shpirtin të mdor, bashkohen partit politike shqiptare atje në Kosovë, ta formojnë një qeveri stabile, ta gjeni gjutë për bashkët, që t'jenë gatshëm për gjithë shka. T'jenë gatshëm për gjithë shka dhe timit gatshëm të gjithë, bashkarisht për gjithë shka, për balë ndonjë sfide që mund të ndodhë e papritur. Inshallah nuk ndodhë asgjë, po ne do të me qenë të pregaditur. Dhe nuk banë më të shu pesh që janë shu pesh hoxhallarët dhe televizionet me hoxhallarët duke i po, duke u përlot, duke qa, duke vajtu, duke fol vetëm për dhejke, duke fol gjëra që nuk ka dëshirë mi ndëgju askushi, përveç se ato që janë të varfër në trunë. Pra, me të 29-in është hona e re, me 29-in është hona e re, nesër do tjetë një bisedë që e kemi zhvillu me sekretarin e Lëvizjes Bota Shqiptare, është mirë të ndiqni se mësoni shumë gjëra interesante ku jemi ne si shqiptar dhe çka duam, dhe ka ardhur koha e fundit me pranu Tim Shkupin si imam i shqiptarëve hoxhallarët. Jo ato me besu imamin, jo me ndjek imamin, po me pranu realitetin, se ato janë një grup njerëzish që kanë një besim ku besojnë ata dhe kanë shëndru në këmbë. Dhe ata mund të vendohen në shërbim të armiqve të shqiptarëve. Këtë thamë me një përgjithësi shumë të madhe. Nuk kanë ardhur turqit me liftu Gjesh Kastriot Skënderbeun. Pe kanë liftu tradhtarët që kanë lafos Shqip. E keni qartë, do më thonë, ka ardhur koha më ndoh shapi prej sheqerit dhe mos me pas mundësi mo asnjë non shqiptare me pjell ndonjë njeri sikur Halil Matoshi, e çiftat e Halil Matoshit të Nexhmedin Spahiut, që prekin bikombin shqiptar. Sikur që Halil Matoshi merr guximin me thonë se kombi shqiptar është komb politik, dhe të gjithë heshtin Kosovë, gjithashtu ne do të me pranu realitetin e kombit musliman në Kosovë dhe munda për tyne. Dhe mu respektu. Mirë po, shqiptaria nuk është komb politik, është dem baba dem. Gjak pas gjaku, preja demit jem shqiptar. Që që ju përshëndes, dhe bëjmë thirrje të Zotit që të kaloj mirë, se qëfar do situatë intensionume atje në Serbi, ne do të më konë pregadit për gjithë shka. Për gjithë shka, sa jo reflekton edhe të ne që jemi në onën e djathë prej Serbijës. A kam dëshirë që Serbia të ndohet në disa kantone, Sanxhaku ta merr pavarësinë, Vojvodina ta merr pavarësinë, çishëm ka thonë profesori i Universitetit George Washington Mark Wheeler, se Serbian do ta dërgojmë në një pashallëk të Beogradit siç ka qenë kur e ka marrë një pavarësi autonome prej Perandorisë Osmane. Kaç kisha, kush agjeron nesër, Zoti ja lehtësoft ditën. Kush shkon në kish, gjithashtu Zoti ja lehtësoft ditën. Kush shkon në xhami, gjithashtu Zoti ja lehtësoft ditën. Neve shqiptarve, Zoti na lehtësoft horizontin e dijes, djathtas, mojtas, lart,
poshtë. E keni qorta jo, ju përshëndes nga Shkupi. Fala gjithë dhe si informat me 7 qershor Facebooku pas 30 ditëve i fshin të gjitha videot që janë live. Fala nga Shkupi.